Jena bo mazisë në Shqipëri, po jo, kur e menon Shqipëria po na del lul e dritë. Na jemi bo mazisë në Meksik. Breshëri Kallashnikovi la të vdekur Naser Gashin 62 vjeçar në një lokal mbrëm në Prishtinë. Një person mbeti i vdekur dhe tjetri i plagosur si pasojë të shtonave me armë zjarri që ndodhen mbrëm këtu në Prishtinë. Rastin për gazetën Demos mbrëm e ka konfirmuar edhe Flora Ahmeti, zëdhënëse e policisë për rajonin e Prishtinës, e cila tha që i dyshuari tashmë është identifikuar e që është Alban Gashi. Ndërkaq, i vdekuri është Naser Gashi, 62 vjeçar, i cili përveç që mori plagë të rënda dhe nuk ju përballoi atyre, dyshohet se ishte i plagosur edhe me thik në gjoks. Kurse i plagosuri tjetër, i cili ndodhet në spital, është Miftar Miftari, 41 vjeçar. Vrasje kjo që na tronditi të gjithëve. Ky krim ndodhi vetëm 2 ditë pas 2 vrasjeve që ndodhen në Vushtri ku mbetën të vrarë 3 persona. Emergjenca bëri të ditur se Naser Gashi shkoi në QKUK me plagë në gjoks dhe pothuajse pa shenja jete. 24 orë pas ngjarjes, i dyshuari është ende në arrati. Kështu kanë konfirmuar edhe nga prokuroria themelore në Prishtinë. E për këtë ngjarje ka folur edhe Afrim Veseli, ish kolonel i FSK-s dhe familjar i të ndjerit, i cili ka treguar detaje rreth asaj që ndodhi mbrëm. Naseri është te zaku im, jemi rritur së bashku. Ai ka qenë një njeri familjar që ka shikuar punët e veta. Sipas informacioneve që kemi, ai ka qenë duke qëndruar me shokët e tij në një restorant ku ndodhi përleshja mes 2 grupeve, të cilët për ne janë të panjohur. Naseri nuk kishte asnjë lidhje me këtë zëng. Veseli tregoi se fillimisht Gashi nuk ishte në dijeni që ishte qelluar. Shokët e tij thonë se ai mendoi se po pësonte një sulm në zemër. Kur e morën për ta çuar në spital, e kuptuan që po i rrjedhte gjak. Veseli gjithashtu në Facebook shkroi një frazë që për momentin është ende e paqartë se çfarë deshti të thotë ai. Fraza thot kështu: "Eu te zak shpirti drift të boft, rruga jote ishte shtëpi, punë e xhami. Kur vrasësit vrasin edhe mysafirët në restorant." Ndërkaq, sipas informacioneve të gazetës Demos nga tereni, thuhet se Naseri ishte një njeri bujar dhe se falte namazin. Sa i përket rastit, ai nuk kishte të bënte fare me të dhe se nuk ishte brenda lokalit, por hyri atje për të intervenuar dhe ta ndalonte sulmin, e që viktima mbeti vet ai. Pra, sipas informacioneve të mbledhura deri tani, Naser Gashi del të jetë i pafajshëm dhe vetëm viktim e rastit. Pas këtyre serive të vrasjeve, reagim pati edhe kryeministri Albin Kurti. Natyrisht na duhet një analizë e kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional, reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. I ndjeri Naser Gashi u varros sot në varrezat të qytetit të Prishtinës në mesin e familjarëve dhe qindrat qytetarëve që morën pjesë në varrim.